Nuk janë të shumë lojtarët e Shqipërisë që në fundin e sezonit e kurorëzojnë veten me titullin kampion. Njëri prej tyre është dhe Mario Mitaj, mes atyre pak lojtarëve, i cili dje ka ngritur trofeun me Al Ittihadin në Arabinë Saudite. Shumë diskutime ka pasur në mediat shqiptare nëse Mario Mitaj bëri kalimin apo jo të duhur për të ikur në Arabinë Saudite, por koha i dha të drejtë Mitajt që po vuante racizmin në Rusi dhe nuk po aktivizohej me klubin e tij për faktin e të qenit shqiptar, ndërsa më pas kaloi te skuadra ku luante N'Golo Kanté dhe Benzema për të fituar atje titullin kampion dhe për të lënë pas vetes shumë myje të tjerë si Koulibaly, Cristiano Ronaldo, Mahrez apo emra të tjerë të futbollistëve të njohur që më parë kanë dhënë kontributin e tyre në Premier League dhe kampionate të tjera më të forta të Europës. Al Ittihadi fitoi 1-0 edhe në ndeshjen e fundit të kampionatit kundër Damak, duke të i kaluar me 8 pikë diferencën me vendin e dytë, atje ku ndodhej Al Hilali. Në fund është ngritur dhe trofeu në një stadium të stërmbushur nga tifozët e Al Ittihadit, që e kthye në një festë të madhe, një festë e vërtet. Vetëm pak lojtarë kishin marrë flamujt e shteteve të tyre me vete për të festuar këtë trofe, por Mario Mitaj ishte pikërisht mes atyre pak lojtarëve dhe për këtë meriton shumë dorëtrokitje, një patriot i madh, teksa kishte edhe një detaj të bukur nga princi shqiptar, një flamur i madh i Shqipërisë valvitit në shpinën e Mario Mitajt, ndërsa në pjesën e poshtme të tij ishte pikërisht figura e Mario Mitajt që gjendej duke festuar me shqiponjën. Një shqiponjë e cila verbon sytë e serbëve dhe që për serbët është gjithmonë një provokim, por portieri i Serbisë Al Ittihadi, Rajković, duhej ta duronte në natën e dieshme shqiponjën e Mario Mitajt, pasi askush nuk mund t'ia hiqte mbrojtësit ton atë simbol nga shpina e tij. Është vetëm 21 vjeç, por më shumë se sa Mario, faktin e të qenit shqiptar dhe vështirësitë e kaluara deri tani në karrierë, në Rusi, në Greqi dhe pak në Arabinë Saudite, nuk i ka kaluar askush dhe për këto simbole Mario Mitaj do të luftoj fort. Nuk ka rëndësi nëse në ekip ndodhet një lojtar nga Greqia, Serbia apo nga ndonjë shtet tjetër i cili nuk i ka fort mirë marrëdhënien me Shqipërinë. Mario Mitaj do të jetë gjithmonë aty, duke ngritur lart simbolet tona për Shqipërinë, për Kosovën dhe për të gjithë shqiptarët e tjerë kudo ata ndodhen.